Mirë se vini në këtë shpjegim. Sot do të flasim për diçka vërtet intriguese, një udhërrëfyes filozofik për ndërtimin e karakterit. E dini, shpesh jemi të fiksuar pas suksesit të jashtëm, pas gjërave materiale, por çfarë ndodh me botën tonë të brendshme? Është fiksi një ndërtesë, e cila kërkon mjete pak, le të theni, të pazakonta për t'u ngritur ashtu siç duhet. Le të futemi direkte në temë e të shohim se si funksionon ky proces i jashtëzakonshëm. Dëgjoni pak këtë shprehje. Tempulli i brendshëm ndërtohet jo vetëm me dije, por edhe me karakter, nder dhe përkushtim ndaj së vërtetës. Tingëllon thellë apo jo? Ideja këtu është befasuese. Nuk po flasim për një godinë të bërë me tulla e llaç, por arkitekturën e padukshme të qenies son. Dhe e vërteta është se të mbledhësh fakte apo të grumbullosh dije akademike thjesht nuk mjafton. Pse? Sepse një mendje mprehtë pa një karakter të fortë është një lloj si një pallat pa themele. Herët avon do të shembet. Kjo ngrehinë e brendshme kërkon materiale shumë rezistente, nderin, karakterin e palëkundur dhe një dedikim absolut e të pafiltruar ndaj së vërtetës. Pra, si e ndërtojmë saktësisht këtë strukturë të shpirtit? Plani është i qartë dhe ndjekim 6 hapa thelbësor. Së pari do të thellohemi tek ideja e vetë tempullit, më pas do të flasim për lotët si pastrim, gjakun si guxim moral, peshën e madhe të besnikërisë, kalimin e vështirë përmes vuajtjes dhe në fund atë që arrim në maje, tempullin e përfunduar. Fillohemi me një herë me të parën, ndërtimi i tempullit të brendshëm dhe arkitektura e karakterit ton. Tani, le të jemi të sinqert. Zhvillimi vërtet i rëndësishëm shpirtëror nuk ndodh ashtu kot, aksidentalisht, dhe as nuk ofrohet falas. Për çdo që sapo ka nisur këtë rrugtim të përmirësimit të vetvetes, kërkohet sakrificë, një sakrificë vërtet e thellë morale. Për ta ndërtuar këtë tempull, tradita bazohet në 2 koncepte që shpesh ne sot i keq kuptojmë totalisht: lotët dhe gjaku. E theksoj që në fillim, mos i merrni fjalë për fjalë, nuk kanë lidhje me fizikun. Këto janë metafora, udhërrëfyes tepër të fuqishëm për t'u transformuar dhe lartësuar. Kalojmë te hapi i dytë, lotët e pastrimit të brendshëm, ose ndryshe themeli i vërtet i empatisë. Këtu duhet të thyejmë një mit të madh të shoqërisë sonë. Në botën e sotme moderne, kur shohim lot, e kemi tendencën të mendojmë: shenjë dobësie, ose ndoshta pak si dorëzim i panevojshëm. Por e dini çfarë? Mençuria e lashtë e sheh këtë 180 gradë ndryshe. Ata thonë, lotët janë themeli absolut i këtij tempulli, janë një shprehje drejt për drejt e ndërgjegjes morale dhe e një humanizmi të thellë. Pra, s'kemi të bëjmë fare me brishtësi, as pak. Është provë një ndjeshmërie të lartë ndaj kompleksitetit të jashtëzakonshëm të jetës njerëzore. E po mirë, si funksionon ky pastrim në realitet? Këto simbole në thelb na detyrojnë të pranojmë të metat tona, na zhveshin nga egoja dhe thellojnë jashmase empatin për njerëzit e tjerë. T'ju them të drejtën, pa një vetë reflektim thellësisht të sinqert, harojeni. Është e pamundur të heqim qafe iluzionet e përditshmërisë. Kemi nevojë për këtë moment për ulësie, për të pasur qartësie, për të ecur përpara. Tek e fundit s'mund të hedhësh themele të forta pa pastruar e përgatitur mirë tokën ku do të ndërtosh, apo jo? Tani që kemi hedhur themelin me lotët, vëmendja kalon të muret mbajtëse. Pjesa e tretë, gjaku si guxim moral dhe shtyllat e sakrificës. Okej, dua të jem jashtëzakonisht i qartë këtu. Kur flasim për gjak, nuk po glorifikojmë dhunën apo brutalitetin fizik, asgjë të tillë. Është thjesht metafora më e lartë për guximin moral. Përfaqëson atë energji thelbësore jetësore, është gatishmëria absolute për të mbrojtur të vërtetën dhe idealet e larta, pavarësisht kostos. Ju e dini si është, shpesh rrethanat depresioni e bëjnë pothuajse të pamundur të jesh parimor. Këtu hyn në lojë kjo energji, të duhet një forcë kolosale dhe një devotshmëri totale për të mos u thyer. Dhe kjo energji e pashtershme nuk mund të mbahet e fshehur, ajo duhet shpenzuar pas një kursim për 3 gjëra të mëdha: për drejtësinë, për të vërtetën dhe, padyshim, për vëllazërinë universale. Një individ që ecën në këtë rrugë duhet të bëhet serioz, që do të thotë të ngresh mbi supe përgjegjësi të rënda morale, të braktisësh atë reatin dhe egoizmin e përditshëm dhe të punosh pa u lodhur për atë që është etike dhe e drejtë, jo thjesht për atë që na vjen më e lehtë. Sigurisht, shtyllat nuk mund të qëndrojnë të pavarura në ajër, apo jo? Kështu arrim te pjesa e 4, pesha e besnikërisë, ose le ta quajmë llaçi i fuqishëm që mban bashk gjithë strukturën tonë.
Ekzistojnë disa virtyte specifike që shërbejnë si forca që mban këtë tempull mos të rënohet. Ideja është kjo. Nderi ka një peshë që mund të quhet pothuajse shenjtë. Detyra, ajo duhet respektuar pa hezituar fare. Ndërsa besnikëria mbetet thelbi, zemra e gjithçkaje. Por keni parasysh një gjë shumë të rëndësishme. Këto nuk janë thjesht ca fjalë të bukura apo ide abstrakte. Këto koncepte marrin jetë vetëm kur testohen. Është shumë e lehtë të jesh besnik kur gjithçka shkon vaj. Besnikëria e vërtet, ajo që s'thyet kurrë, provohet ashpërsisht vetëm në momente krizash e vështirësish. Janë një nga të vërtetat më të rënditse, por më reale të gjithë këtij udhtimi. Nderin nuk e ndërton dot kurrë, po kurrë, me premtime boshe. Është kaq e thjeshtë të mbrojmë idealet tona kur nuk na kushton asgjë, por karakteri i vërtet. Ai vjet në provë fiks atëherë kur shfaqen tundimet e interesit personal. A do ta mbash fjalën apo do të gjesh justifikime? Sakrifika e përditshme dhe veprimi konkret mbeten i vetmi mjet për të provuar atë që vërtet besojmë thellë në shpirt. Veprat flasin gjithmonë më shumë se fjalët. Dhe ja ku mbërrim tek seksioni i 5, transformimi përmes vuajtjes, ose ndryshe, siç njihet në filozofi, procesi alkimik i shpirtit. Ka një parim super të fuqishëm prapa kësaj alkimie të brendshme. Na thot se urtësia e vërtet lind pikërisht duke kaluar sfida e duke përballur me problemet. Tradita e quan këtë gatishmëri si një lloj martirizimi filozofik. Jo, prisni nuk është aq e errët apo pesimiste sa tingëllon. Përkundrazi, është thjesht pranimi një të vërtetë mjaft ashpër. Rruga deri te ndriçimit dhe rritjes son rrallëherë është e rahatshme apo pa dhimbje. Imagjinoni një skulptor që punon. Vuajtja është djalta që heq pjesët e tepërta të panevojshme për të zbuluar më pas formën e përsosur të karakterit ton. Por si ndodh saktësisht ky transformim? Si një lloj ekuacioni kimik. Nga njëra anë kemi lotët. Ata janë forca që pastron gjithçka, që lan çdo iluzion sipërfaqësor. Nga ana tjetër kemi gjakun e metaforës son, i cili sjell me vete kurajen dhe atë sakrificën thelbësore. Çfarë ndodh kur bashkojmë këto të dyja? Ndodh diçka e mrekullueshme, rilindja, një rilindje e plot morale e shpirtërore. Në këtë stad, dhimbja nuk shihet më si një armik i frikshëm, por kthehet në mësuesin më vital, duke na ngritur në një nivel krejt tjetër të vetdijes. Jemi në fazën finale, pjesa e 6, tempulli i brendshëm, i përfunduar dhe ai guri përmbyllës i urtësisë. Pasi kjo rrugë e përpjetë dhe plot pengesa ka përfunduar, shpërblimet që vijnë janë fjalë për fjalë monumentale. Kjo strukturë që ngritëm nuk është më thjesht një ide në letër, bëhet një gjendje e re ekzistence. Tani kemi një vetdije plotësisht të zgjuar, një karakter të fortifikuar e të blinduar aq mirë sa që stuhit e jetës as që lëkundin dot. Kemi fituar një harmoni absolute shpirtërore. Tempulli i brendshëm tashmë është një kështjellë e pakapërcyeshme, një qendër drite dhe qartësie. Dhe gjitha kjo fitua përmes mundit të jashtëzakonshëm dhe asaj besnikërie të hekurt që theksuam pak më parë. Për ta mbyllur këto analizë sot, dua të lë një pyetje që kërkon një reflektim totalisht të ndershëm me veten. A mundet vërtet dikush të lartësohet shpirtërisht thjesht duke u mbi ngarkuar me informacion apo duke lexuar libra pafund? Apo, siç na mëson kjo traditë antike, kërkohet pikërisht ajo sakrifica e vërtet, reale dhe nganjëherë dhimbshme e karakterit ton? A mjafton dija si një tullë e vetme, apo na duhet patjetër pastrimi i lotëve dhe kuraja e gjakut metaforik si ai llaçi që i mban të gjitha fort të lidhura? Është një mendim provokues, pa diskutim, por zgjidhjen dhe përgjegjësinë për këtë ja lë secilit prej nesh që ka vendosur me të vërtetë të ndërtojë diçka të pavdekshme brenda vetes.